për të shpjeguar diçka që është themelore në pasqyrën e përgjithshme. Ne sot kemi dy bloqe të mëdha pensionistësh. Kemi pensionistët që kanë dalë përpara reformës tonë në 2014 dhe pensionistët që kanë dalë mbrapa reformës tonë. Dhe siç e pat këtu, kishim rastin e parë me pension të paplot për shkak të një numri vitesh në sigurime të ndërprer nga emigracioni, ku zotria pas një periudhe të caktuar që ka kontribuar këtu për pensionin e tij, ka shkuar në Greqi dhe praktikisht i ka ndërprer kontributet këtu dhe me indeksimet që janë bërë sot, ai merr një pension 170 euro. Kishim rastin e zyshës Zanës, që ka sigurime kontribute të plota, por ka dalë përpara reformës dhe ç'a ndodhte përpara reformës? Se kjo është katastrofa që është në bazën e gjithë kësaj historie, edhe që e kanë bërë ata të cilët sot ju qajnë hallin pensionistëve, e kupton apo jo? Se kjo është kulmi. Përpara reformës ndodhen dy gjëra të rënda. E para, ju e dini më mirë nga të gjithë, u shkatrua gjithë baza prodhuese e vendit, u nxorën të tërë në rrugë, edhe 40 vjeç u quajtën pensionistë. Dhe u caktua një tavan 240.000 lekë të vjetra, që ti të idheshe përpjet nuk e kaloje do të tavanin, pavarësisht se sa sigurime shoqërore kishe. Pra, faktikisht pensioni u kthye në asistencë, nuk ishte pension, ishte asistencë. Dhe ç'a ndodhi? Si dikush që s'kishte kontribute, si zysh Zana, tavani ishte aq. Dhe zysha ka dalë me tavanin 24.000 lekë. Sot, me indeksime dhe bëra vit pas viti, ka i pension 350 euro. Ndërkohë që zysha tjetër që ka dalë mbas reformës, dhe ç'a bëm ne? Ne hoqëm tavanin. Dhe ne vendosëm në themelin e skemës pensioneve bazën kontributive. Pra, ti merr një pension në raport me kontributet e tua në sigurinë shoqërore dhe prandaj zysha tjetër në raport me kontributet e veta, megjithëse kanë të njëjtat vite si të dyja, ka i pension më të madh, e ka 380 euro. Këto ishin dy politikat e ndryshme për pensionet mes nesh dhe atyre që sot vinë ju qajnë hallin pensionistëve. E kupton apo jo? Se ky është kulmi. Ky është kulmi. Tritan, si e kaj. Vjen këtu, vjen vërdall. Zvjen fare, nuk e di. Nuk ka rëndësi tani, po është kulmi. Tani, çfarë nuk është dhe cili është problemi që zotria i parë ka dhe që pavarësisht ankesave ne nuk i adresojmë dot. Është eksaktësisht ky që duke qenë në Greqi nuk ka kontribuar dot për pensionin e tij. Dhe ka shumë njerëz cilët mbasi kthehen nga Greqia thonë, ore, po ç'a bëhet shumë, ne kemi punuar gjithë jetën e del një pension, po në fakt s'kan këtu kontributet. Një tjetër problem i madh janë pensionet e fshatit. Histori tjetër më e rëndë akoma. Tani, çfarë kemi bërë ne? Spari, ne kemi bërë një hap që për te indeksimeve që janë ligjore,
janë detyruese, nuk diskutohen fare dhe bëhen në mënyrë të vazhdueshme siç e ka ligji. Madje ne kemi bërë dhe 2 herë në vit në 2 raste. Duke pas parasysh rritjen e çmimeve, kemi bërë 2 herë. Për te indeksimeve ne kemi vendosur që duke qenë se tani jemi në një fazë rritje të qëndrueshme të ekonomisë dhe duke qenë se kemi të ardhura që të i kalojnë parashikimet, atëherë bazuar në këtë, kemi vendosur që ta ndajmë për pensionistët një bonus i cili është bonusi i fundvitit dhe bonusi i pranverës, dhe të dy bashk nga dhjetori në shkurt të këtij viti, ne faktikisht kemi ndarë 165 milion euro, vetëm për pensionistë.